Përshëndetje të gjithëve, mirë se keni ardhur në Ridibet, në kampionatin kombëtar të debatit, I cili këtë vit është në edicionin e 9 dhe zbatohet nga organizata Liburneti, me mbështetjen e atyre që bëjnë të mundur, sikurse janë Agjencia Kombëtare e Rinisë dhe AMSHC. Në këtë vit të 9 jemi munduar që të bëjmë pjesë si çdo vit shkolla që ndoshta edhe nuk kanë qenë apo janë rikthyer. Por këtë vit kemi një përballje që na kujton edhe vitin e kaluar, sepse do të kemi dy shkolla nga Vlora. Kemi shkollën Alidemi, përfaqësues i qytetit Vlorës, dhe nga shkollën e Spirit Gjiknurit nga Imara, që përfaqëson Imara, kështu që duaj një duar trokitje për dy skuadrat. Ju e dini që në këtë kampionat qëllimi nuk është fitoria, por është pikërisht zhvillimi i mendimit kritik, të menduarit ndryshe, argumentat janë ato që bëjnë lojën edhe më të bukur, po edhe më bindëse, kështu që është shumë e rëndësishme që të përqendrohemi pikërisht tek argumenti dhe mënyra se si ne logjikojmë apo arsyetojmë përgjatë gjithë debatit. Debati duhet të jetë sa më spontan, e thamë respektuar padyshim formatin. Janë element që bëjnë pjesë edhe te kriteret e vlerësimit edhe që bëjnë të mundur edhe vlerësimin tuaj. Në këtë fazë nuk do të kemi të eliminuar, sepse do të kemi thjesht caktimin e pikëve që do të marrë secila skuadër, për të arritur pastaj tek faza eliminatore që do të përcaktojë edhe se cilat do të jenë 16 skuadrat me pikët më të larta, pjesë e kampionatit kombëtar të debatit. Mirë, sot do të kemi një trup gjykues, kurse kemi pasur në çdo debat. Deri më sot kemi zhvilluar 6 debate, ky është debati 7, me ne është Qamile Caca, asistent pedagoge në Fakultetin e Shkencave Sociale, por edhe një nga gjykatësat tani veteranët të Ridibet, po kështu edhe Glindxhet Malli, I cili rikthehet, është pjesë e Këshillit Bashkiak të Bashkisë Tiranë, dhe Eliverta Muço, një nga më të vjetrat e Ridibet, pjesë e organizatës Liburneti. Pra kemi 3 antarë që e njohin mirë formatin, që edhe ata janë trajnuar sikurse keni marrë dhe ju një trajnim specifik për sa I përket formatit, dhe ky do të jetë një debat që uroj të shkojë sa më mirë dhe ju të vlerësoni sa më shumë në pikë për të qenë pjesë e 16-vjeçës. Kështu që shumë suksese. Dhe pa humbur kohë, unë do t'ju zbuloj temën edhe pse ju e dini tashmë. Tema do të jetë inteligjenca artificiale, është një instrument I rëndësishëm në jetën tonë të përditshme. Sa e përdorim, si e zbatojmë, cilat janë të mira, cilat janë anët negative. Të gjitha këto do t'i diskutojmë tani në debatin e parë, që do t'i jap të drejtën e zgjedhjes së qendrimit shkollës Spirit Gjiknuri në këtë debat parë, dhe pastaj në debatin e dytë do të keni ju të drejtën e zgjedhjes. Tek globi I vogël, zgjedhim qendrimin pro dhe kundër. Kundër do të jetë skuadra e tregoj nga kamera, e Spirit Gjiknurit, pro do të jetë shkolla Alidemi nga Vlora. Nga ky moment do të kemi 7 minuta kohë për kapitore, pa bërë zhurmë. Nëse doni të lëvizni, unë mendoj se është pak e vështirë në kushtet që ndodhen, por që do t'ju sugjeroj të qëndroni këtu, por mund të komunikoni me njëri tjetrin për të ndarë dhe strategjitë edhe se kush do të fillojë pari apo si do të vazhdojë rrjedha e gjithë debatit. Mirë? Nga ky moment keni 7 minuta kohë.
debatin e skuadrave. Në këtë përballje të 8 anëtarët do duhet të flasin. Maksimalisht do të keni 1 minutë kohë për çdo ndërhyrje. Jepni më të mirën, mikrofonat mos i thikni. Dhe suksese. Fillon skuadra që mbaj qëndrimin pro, Ali Demi, dhe pasohet nga skuadra e Spiro Gjiknurit që mbaj qëndrimin kundër. Përshëndetje, unë jam Mariela Lamaj, lider i skuadrës së gjimnazit Ali Demi dhe ne kemi qëndrimin pro. Atëre, inteligjenca artificiale në epokën tonë të zhvillimit nuk është më vetëm një instrument i të ardhmes, por është tashmë në duart tona, duke zhvilluar dhe ndikuar çdo aspekt të jetës sonë. Ne jemi plotësisht të bindur që inteligjenca artificiale është mjeti i progresit revolucionar, i cili po e bën jetën e njerëzit më të thjeshtë dhe më efikas në të gjitha fushat, duke nisur që nga përmirësimi i shërbimeve, mjekësisë, sigurisë, shkencave dhe deri tek arsimi. Është vërtetuar në epoka dhe periudha të ndryshme se inteligjenca artificiale është krau i djathtë i njerëzit dhe ne, si brezi i teknologjisë dhe inteligjencës artificiale, sigurojmë dhe jemi të bindur se inteligjenca është e domosdoshme për ne. Për të përmbyllur mendimin tim, kam një pyetje që dua t'ia drejtoj skuadrës tjetër. Nëse inteligjenca artificiale nuk është e domosdoshme për ne, atëherë më siguroni që ju nuk e keni përdorur ChatGPT-n për të përgatitur të paktën një pjesë të argumenteve? Faleminderit. Tani është e vërtet që ne kemi përdorur inteligjencën artificiale për të ndihmuar me argumentet tona, por jo se i kemi marrë gati dhe mund ta pranoj që inteligjenca artificiale megjithëse paraqitet si një përparim teknologjik, ajo sjell edhe pasoja shqetësuese për shoqërinë. Rrezikon të zëvendësojë fuqinë punëtore njerëzore, të dobësojë aftësitë mendore të njeriu dhe duke përdorur të dhënat personale, ngre shqetësime serioze. Ajo gjithashtu rritet edhe pabarazinë ekonomike. Pasuritë e AI përqendrohen më shumë te kompanitë e mëdha. Fitimet dhe të dhënat e saj kontrollohen nga pak vende dhe kompani të mëdha teknologjike. Sipas një raporti të vitit 2024 nga OECD, 70% e investimeve globale kontrollohen nga kompani të mëdha teknologjike. Nëse AI kontrollohet nga pak vende dhe kompani të mëdha, a nuk rrezikon kjo të krijojë një monopol global të teknologjisë? Përshëndetje, unë jam Fiona Xhuveli dhe mbaj qëndrimin pro. Inteligjenca artificiale rrit produktivitetin dhe efikasitetin ekonomik. Sipas Komisionit Evropian, rreth 70% e qytetarëve të BE-s besojnë në ndikimet pozitive që AI ka në jetën e tyre të përditshme, si dhe pohojnë se është bërë tashmë një motor i rëndësishëm i zhvillimit dhe rritjes ekonomike në nivel global. AI automatizon punë dhe detyra të përditshme si përmbledhje dhe analizë sasive të mëdha të dokumenteve, komunikimi me klientët përmes chatboteve, si dhe përkthimet në kohë reale. Sipas një tjetër statistike nga McKinsey Company, rreth 13 trilion dollar deri në vitin 2030 do të prodhohen fal inteligjencës artificiale, pra do të kemi një rritje prej 1.2% në vit. Kjo është një teknologji që rrit produktivitetin dhe ekonominë në nivel global, pra bëhet kështu thelbësore për zhvillimin e shoqërisë moderne. Argumenti juaj është i qëndrueshëm kur thoni se inteligjenca artificiale ka një ndikim të drejtë për drejtë në ekonomi, por çështja që dua të prek është ndikimi i saj në vendet e punës. Inteligjenca artificiale mund të zvendësojë një numër të madh vendesh pune dhe të rrisë papunësinë. Me zhvillimin e teknologjisë, shumë detyra që dikur kryeshin nga njerëzit, po kryen nga sisteme automatike dhe algoritme, kryesisht në sektor si administrata, prodhimi dhe shërbimet. Kjo e ul nevojën për kërkesë punëtorësh dhe krijon një pasiguri ekonomike në shumë familje. Një studim i McKinsey Global Institute vlerëson se deri në vitin 2030, 400 deri në 800 milion vende pune mund të zvendësohen nga inteligjenca artificiale, gjë që përbën një rrezik serioz për tregun e punës. Atëherë, përkundrazi, inteligjenca artificiale nuk po zvendëson vendet e punës, por ajo është duke transformuar tregun e punës. Sipas Fondit Monetar Ndërkombëtar, 40% e vendeve të punës janë të ekspozuara ndaj
inteligjencës artificiale. Ajo nuk po i zvendëson, po i riformon këto vende pune. Ajo është duke hapur vende të reja pune dhe duke hapur deg të reja studimi. Teknologjia është tashmë pjesë e pandashme e jetës tonë, në mënyrën se si ne arsimohemi dhe në mënyrën se si ne fitojmë të ardhurat tona. Ajo është e pashmangshme dhe po ndikon drejt për drejt në themelet e ekonomisë, por gjithashtu po krijon tregun e saj të punës. Nuk jam dakord me argumentin tënd, pasi inteligjenca artificiale dobëson aftësitë mendore të nxënësve dhe studentëve. Kur AI përdoret për të zgjidhur detyra ese apo ushtrime, nxënësi nuk përdor mendimin e tij kritik, analizën dhe kreativitetin e tij personal. Kjo gjë ndikon drejt për drejt në procesin e të nxënjes afatgjatë. Sipas studimeve të kryera në OECD, rreth 80% e nxënësve përdorin inteligjencë artificiale për të zgjidhur detyrat shkollore, gjë që ul angazhimin dhe përpjekjen e tyre personale. Unë jam Martina Saçaj dhe faktikisht inteligjenca artificiale ndikon në cilësinë e shërbimeve dhe në aksesin në jetën e përditshme. Në një botë moderne ku shpejtësia, efikasiteti dhe barazia e shërbimeve është një ndër qëllimet kryesore tona dhe teknologjia ka një rol kyç në përmbushjen e këtij qëllimi. Pikë së pari, sistemet e inteligjencës artificiale, siç janë mund të përfshijmë chatbotët, asistencat online, ofrojnë shërbim të menjëhershëm, pra dhe janë pranesh 24/7 pa kufizime oraresh. Këtu mund të përmendim ChatGPT-n, i cili na ndihmon me kërkesa të specializuara, pra të personalizuara për ne në çdo kohë. Siguron gjithashtu shpejtësi dhe efikasitet. Këtu mund të përmendim edhe një raport të Research Center sipas statistikave, ku thotë se me anë të këtyre chatboteve kursen 11 miliard kosto shërbimesh, jo vetëm kohë, por dhe kosto të këtyre shërbimeve. Pra, inteligjenca artificiale nuk është thjesht një zhvillim teknologjik, por është përmirësimi i cilësisë në të gjitha aspektet e jetës dhe barazisë sociale. Është e vërtetë që inteligjenca artificiale ka sjellë shumë risi në jetën tonë dhe në teknologji, por ajo po e bën gjithnjë më të vështirë dallimin mes reales dhe të rremes. Përmes montazheve AI, inteligjenca krijon audio, video dhe imazhe të cilat duken plotësisht reale. Në vitin 2024, në një kompani shumëkombëshe në Hong Kong, një punonjës i financës u mashtrua duke paguar $25 milion tek kriminalët kibernetik. Kjo ndodhi sepse mashtruesit kishin regjistruar zërin e drejtorit dhe në një konferencë video call dhe kishin përdorur këtë për të mbyllur një kontratë duke paguar këtë shumë të madhe lekësh. Përshëndetje, unë jam Init Selmanaj dhe jam pro inteligjencë artificiale si instrument i rëndësishëm në jetën e përditshme. AI ndihmon luftën kundër krimeve kibernetike, gjithashtu inteligjenca artificiale përdoret nga institucione financiare si bankat. Shumë banka përdorin inteligjencën artificiale në procese si analizimin e miliona transaksioneve për të deduktuar nëse janë të dyshimta ose jo. Sipas statistikave, me anë të inteligjencës artificiale, bankat ruajnë mbi $341 miliard në vit nga vjedhja, sulmeve, mashtrimeve të mundshme. Inteligjenca artificiale është një mburoj shumë e mirë moderne në kohët e sotme, një mburoj shumë e mirë digjitale moderne në kohët e sotme, sepse mund të deshifrojë miliona kode, nuk ka emocione dhe është e pagabueshme. Jam pjesërisht dakord me ju kur thoni që inteligjenca artificiale është një mburoj e mirë digjitale, ama inteligjenca artificiale gjithashtu ndikon në manipulim dhe rrezikimin e sigurisë. Tashmë teknologjitë më të avancuara në kohën tonë janë përkushtuar drejt manipulimit dhe sulmeve kibernetike. Për shembull, videot e rreme, deepfake, kanë krijuar video shumë realiste të cilat kanë ndikuar në shumë manipulime dhe mashtrime politike. Pra, në vitin 2023, sipas European Union Agency for Cybersecurity, na tregoi se sulmet ishin rritur me rreth 38% krahasuar me vitin 2021 dhe ishin përdorur teknologji të avancuara digjitale. Pra, me këtë dua të theksoj se pa rregull dhe kontroll, AI mund të bëhet i rrezikshëm për shoqërinë. Bie dakord me argumentin tuaj, por do të kundërargumentoja në një tjetër aspekt të inteligjencës artificiale,
pasi inteligjenca artificiale rrit nivelin e barazisë sociale. Si do të pyesni? E po inteligenca artificiale në këtë aspekt mund të konsiderohet si thik me dy presa, pasi nga njëra anë ajo ul nivelin e paragjykimeve të mundshme, por dhe nga ana tjetër, duke qenë se trajnohet në bazë të dhënave algoritmike, mund të edhe t'i përforcoj këto paragjykime që tashmë ekzistojnë në shoqërinë njerëzore. Ju do të jepni një shembull për shembull, si tek sistemet e njohjes të dhënave biometrike, ku në këtë rast njohjes së fytyrës performojnë me 12% më pak saktësi tek individët me lëkurë më të errët. Pra për të arritur në një përfundim, nëse inteligjenca artificiale nuk zhvillohet në mbikëqyrje gjithëpërfshirëse, atëherë ajo do të jap këtë lloj produkti, këtë lloj përfundimi. Nuk jam dakord pasi inteligjenca artificiale nuk e gjejmë vetëm në një furrë. Siç tha dhe djali, inteligjenca artificiale nuk ka etikë apo ndjeshmëri njerëzore. Inteligjenca artificiale merr vendime bazuar vetëm në algoritme të dhëna, pa empati, ndërgjegjje apo përgjegjësi morale, gjë që mund ta çojë në vendime të padrejta, të gabuara ose diskriminuese. Janë dokumentuar raste ku sistemet AI kanë shfaqur paragjykime racore ose sociale në përzierjen e punësimit. Një studim nga UNESCO ka treguar se një sistem i njohjes së fytyrës ka bërë më shumë gabime në një grua me lëkurë të errët deri në 34%, krahasuar me meshkujt me lëkurë të hapur më pak se 1%, duke dëshmuar se inteligjenca artificiale mund të prodhojë vendime diskriminuese. Kjo është shumë e vërtet, por bazuar në replikën tuaj, nëse thoni që mjekësia nuk ka pasur një ndikim të menjëhershëm dhe rrënjësor të inteligjencës artificiale, është si themi se stetoskopi është thjesht një aksesor për një mjek. Së pari, inteligjenca artificiale ka ndikim të drejtë për drejtë në efektin e diagnostikimit. Sipas një studimi të viteve të fundit, inteligjenca artificiale ka arritur të evidentojë me saktësi rreth 84%, kundrejt mjekëve me saktësi rreth 67%. Së dyti, inteligjenca artificiale rrit cilësinë e sistemit shëndetësor. Sipas studimeve, sidomos në radiologji, shpejtësia e detektimit nga inteligjenca artificiale është 90% më e shpejtë se ajo e zakonshme. Përpasoj rritet numri i ndërhyrjeve të menjëhershme dhe marrje e medikamenteve, të cilat arrin të përshpejtojnë dhe të shpëtojnë shumë jetë njerëzish. Inteligjenca artificiale gjithashtu dhe shkaki i saktësisë së saj të lartë është bërë edhe një nga resurset më të besueshme për pjesën e klinikës. Unë e kuptoj shumë mirë çfarë do të thash me argumentin tënd, edhe me faktin se inteligjenca artificiale është duke ndihmuar në mjekësi, por jo vetëm, duke bërë atë më të lehtë dhe më të thjeshtë, por ne nuk duhet të harrim edhe faktin se zhvillimi i inteligjencës artificiale kërkon një energji tepër të madhe elektrike për funksionimin e data centrave. Sipas raportit të vitit 2022 nga International Energy Agency, qendrat e të dhënave konsumojnë rreth 1% në të gjithë botën të energjisë elektrike, duke si një ndotje tepër të lartë të madhe të ajrit dhe ndryshime të mëdha klimatike. Pra, një zhvillim i madh dhe përdorimi tepër të AI si një pjesë tepër të madhe negative në mjedisin ton. Pra, si mund të ndëmtojmë në mjedisin kur ajo ndikon drejt për drejt në shëndetin ton? Atëherë, unë jam Sara Yazej dhe mbaj një shëndrim pro në këtë debat. Unë të jap pjesërisht të drejtë në atë çka ti tha, ama mendoj që inteligjenca artificiale ka sjell një zhvillim dhe inovacion në jetën tona, duke u nisur dhe në fushën e mjekësisë dhe biologjisë, ku mund të themi nga një sistem AlphaFold me studimin DeepMind është bërë mundur zbulimi me saktësi i proteinës. Po ashtu gjatë pandemisë, zhvillimi ose përdorimi i AI erdhi gjatë përdorimit të dhënave globale në një kohë të shpejtë, gjithashtu edhe vaksinat që zgjasin për vite me radhë, ku me përdorimin e algoritmeve inteligjente u përshpejtua si proces dhe u bë e mundur që në një kohë më të shkurtër të kishim një zgjidhje të problemit, pra të pandemisë. Kemi gjithashtu në fushën e astronomisë dhe fizikës, ku është bërë e mundur identifikimi i mirave egzoplanetëve që kanë qenë të pakapshëm nga valët, ku kjo është bërë e mundur përmes zhvillimit të teknologjisë. Pra, shkencëtarët nuk zhduken nga AI, por ndihmohen dhe fuqizohen nga ajo.
Unë e mbështes argumentit tënd, por nuk duhet të harrojmë se inteligjenca artificiale nuk është fleksibël dhe nuk mund të përballojë situata të paparashikueshme në të njëjtën mënyrë si njeriu. Inteligjenca artificiale funksionon duke bazuar në të dhëna dhe algoritme të programuara më parë. Ajo nuk ka intuit, emocione apo ftësitë për të menduar në mënyrë kritike si njeriu, ndryshe nga njeriu i cili mund të improvizojë dhe të marrë vendime në raste të vështira. Pra, inteligjenca artificiale është e kufizuar nga programimi i saj. Sipas studimeve të Stanford University 2025, rreth 60% e punojësve thonë se inteligjenca artificiale nuk mund të përballojë situata të paparashikueshme. Mirë, një duar trokitje për dy skuadrat. Pa dyshim që kishte dhëna, statistika, studime, kjo është diçka pozitive që do të thotë ju jeni përpjekur për të sjell ato, si kemi thënë edhe gjatë trajnimeve, statistikat dhe studimet na shërbejnë për ta përforcuar argumentin, por nuk janë të mjaftueshme. Pra, sikurse thash dhe në fillim, duhet bëjmë debat. Nuk kemi thirrë këtu se sa mirë i kemi mësuar disa statistika apo të dhëna apo studime apo ku do të di. Ato duhet të shërbejnë që neve të sjellëm një argument sa më bindës. Po kjo mbetet pastaj për ta vlerësuar juria. Pa humbur kohë do të bëjmë tani debatin e dytë, zgjidhim qëndrimin pro ose kundër, dhe më pas do të zbulojmë edhe temën. E duam pak më shumë energji, pak më shumë alegri. Jemi duke bërë një diskutim pro, e tregojmë nga kamera. Pro do të jetë Ariela, kundër do të jetë Melina. Do të kemi një debat vajzash. Uroj që na sillni argumente sa më të bukura në këtë debat, që do të ketë të bëjë me një temë spontane, që do e zgjedhë juria te këto zarfat këtu. Okej. E zbulojmë. Atëherë, emigrimi është një zgjedhje e mirë për të rinjt. Pra tema do të jetë, emigrimi është një zgjedhje e mirë për të rinjt. Pra, është apo nuk është emigrimi një zgjedhje pozitive, produktive, kualitative për ne. Kjo është tema. Nëse doni që ta shkruani, po e lexoj edhe një herë, emigrimi është një zgjedhje e mirë për të rinjt. Ja po e vendos këtu. Nga ky moment do të keni 7 minuta kohë përgatitore.
Bëhemi gati, fillojmë debatin e liderave. Në këtë përballje do të kemi Melinën dhe Arielën. Do të filloj Ariela që mban qëndrimi pro nga 2 minuta për secilën për 4 ndërhyrje në total. Suksese. Përshëndetje, atëre dolëm në përfundimin që neve mbajmë anën pro, pra emigrimi është një mundësi e mirë për të rinjt. Kjo ndodh nga gjëja kryesore që neve tashmë jemi në kontakt. Jashtë vendit në emigrim ka mundësi shumë herë më të mëdha arsimi dhe punësimi, gjë që ndikon konkretisht në mundësitë tona momentale. Duke u nisur pastaj edhe nga meritokracia dhe nga korrupsioni, të cilën ne shikojmë që në sistemin arsimor shqiptar, por jo vetëm në atë arsimor, gjithashtu edhe në të tjerë, meritokracia është më e lartë në Shqipëri sesa në vendet e tjera. Kjo për shkak se në sistemin arsimor shqiptar funksionon në mënyrë aktive korrupsioni. Duke u nisur pastaj nga shkëmbimi i kulturave, ndoshta mund të jetë më pak i rëndësishëm se argumentet e tjerë, por tregon se në momentin që ti shkon jashtë, gjithashtu përveç se njihesh me njerëz nga vende të ndryshme, me kultura të ndryshme, gjithashtu ka edhe një rritje tjetër personale, pra ti je larg shtëpisë dhe mëson se si ta përballosh jetën në një formë ndryshe, pra je vetëm në një vend që ti tashmë nuk e njeh. Duke u nisur pastaj edhe nga pagat, duke krahasuar Shqipërinë me vendet e tjera, pagat janë më të larta, rrjedhimisht edhe çmimet do të jenë më të larta, por kjo për shkak se standardi i jetesës është më i lartë. Për ta përmbyllur mendimin tim, doja të shtoja gjithashtu se kur neve shikojmë realitetin në të cilin ndodhemi, atëherë si munden të rinjt të qëndrojnë në Shqipëri kur shikojnë se mundësitë jashtë janë shumë herë më të larta dhe më të mira për ta. Jam pjesërisht dakord me ty, por duhet ta pranojmë të dyja që emigrimi është një nga çështjet më të debatuara për të rinj dhe jo vetëm. Në vendin tonë ku ekonomia po zhvillohet dita ditës, emigrimi nuk konsiderohet më si zgjidhja ideale. Si të rinjt e vendit tonë, ne duhet të parët që të mos dorëzohemi dhe të japim një shans të dytë vendit tonë. Pasi edhe shtetet më të zhvilluara kanë filluar nga zeroja. Dhe atëherë nëse ne largohemi ne nga këtu, kush do të marrë përsipër zhvillimin e Shqipërisë? Mosha e treta. Jam plotësisht dakord me mendimin ton. Normalisht edhe neve si nxënës të vendit të Vlorës të Shqipërisë, normalisht do të duam që vendi jon të zhvillohet. Por normalisht ne si individ do të mundohemi të shikojmë një të ardhurat tona personale dhe jetën personale të secilit prej ne. Është e vërtetë që normalisht neve do donim që vendi jon të zhvillohej, por kur neve shikojmë që në vendin ton nuk na jepet realisht mundësia që neve ta bëjmë ndryshimin, por ju jepet vetëm një pjesë, siç e përmenda dhe më lart me anë të korrupsionit, gjë që nuk është as pak e drejtë, atëherë normalisht që secili prej të rinjve do ta shikojë emigrimin si një mënyrë shpëtimi për të shkuar dhe për të plotësuar idetë e tij. Ndoshta në të ardhmen do të mund të rikthehen, por kryesorja për ta është të krijojnë jetën e tyre dhe normalisht do të jetë një mundësi më e mirë për të larguar. Mund të dakordsohem me ty që emigrimi mund të jetë një mënyrë shpërtimi për të rinjt, por është e vërtetë se emigrimi për të rinjt ka avantazhet e saj, por sipas tyre gjenden edhe më shumë disavantazhe. 1% e të rive që emigrojnë rezultojnë që të punojnë punë që zakonisht nuk janë të siguruara, si për shembull në ndërtim. Dhe nëse ata nuk janë të siguruar, rezultojnë që edhe të pësojnë aksidente, dhe nëse ata nuk janë shtetas të atij vendi, ata mund të rezultojnë që të paguajnë për ato shërbimet që bëjnë në spital dhe nuk sigurohen nga shteti. Jam plotësisht dakord me mendimin tuaj që të rinjt që shkojnë jashtë bëjnë punë, punojnë nëpër vende pune dhe nuk janë të lejuara dhe të siguruara, por nëse bën krahasimin edhe në Shqipëri vendet e punës të pasiguruara nuk janë të pakta. Dhe nëse bën krahasimin edhe në ato që janë të siguruara, nëse bën krahasimin e pagave me të vendeve jashtë dhe të vendeve këtu, është e vërtetuar që me sasinë e parave që ti merr në vendet jashtë, të rinjt janë më të aftë për ta organizuar dhe për ta krijuar jetën e tyre. Kjo që ndikon në sigurimin e një jetese më të mirë, gjë që tregon se në Shqipëri edhe pse janë të siguruar, prapë sigurimi i një jetese të mirë është realisht shumë i vështirë. E kuptoj që jetesa në Shqipëri mund të jetë e vështirë, por çështja kryesore që unë dua të krijoj është që shpesh në vendin tonë shumë njerëz detyrohen të largohen nga dheu për një të ardhmen dhe jetë më të mirë.
Duke mos menduar për pasojat që lën pas. Shpesh shumë fëmijë detyrohen të rriten nga familja si gjyshrit pasi prindrit janë të larguar për të fituar të ardhura të sigurta, gjë që krijon pasiguri dhe probleme emocionale për fëmijët të cilët mund të ndikojnë në shkollë dhe uljen e nivelit të mendimit. Gjithashtu një nga anët negative të emigrimit është pamundësia e ofrimit të profesioneve për të cilët të rinjtë e vendit tonë kanë punuar fort për t'i arritur. Okej, pajtoj me mendimin tuaj, si në pjesën e parë dhe në pjesën e dytë, por duke u nisur njëherë tek pjesa e fëmijëve dhe tek pjesa e familjes, të njëjtat probleme hasen dhe në Shqipëri. Kemi prindër që punojnë nga mëngjesi deri në darkë dhe normalisht fëmijët detyrohen që të qëndrojnë me gjyshrit. E njëjta gjë ndodh edhe në vendet jashtë, por mund të krahasojmë edhe mundësitë që ty të jepen në vendet jashtë. Sigurimi i fëmijëve, për shembull, nëse shikojmë në vendet e zhvilluara si për shembull Gjermania, ty të jepet një shifër e caktuar në secilin muaj për secilin nga fëmijët deri në moshën që ai është 18 vjeç, gjë që në Shqipëri nuk funksionon. Dhe rrita e një fëmije është absolutisht superherë më shumë e vështirë, por edhe gjithashtu për pjesën e jetesës, për të blerë një apartament në Tiranë, duhen super shumë vite pune, gjë që është shumë e vështirë, por nëse e krahasojmë me vendet jashtë, nuk po them që është e lehtë, është vazhdon të jetë e vështirë, por mundësitë janë më të mëdha. Duke u nisur tek pjesa e arsimimit dhe që njerëzit që dhe të rinjtë që emigrojnë nuk mund të gjejnë vende pune në profesionet që kanë zhvilluar këtu. Është e vërtetë, por gjithashtu të jepen dhe mundësi të ndryshme që ti mund ta përhapësh profesionin tënd, edhe nëse nuk gjen një deg fikse si ajo që ti ke mbaruar, ka mundësi të tjera për të bërë ndonse edhe kurse shumë të vogla, vetëm për të gjetur një mënyrë të re se si mund ta shfrytëzosh profesionin tënd. Të kuptoj shumë mirë me këtë argumenti që ti the, por si shqiptar çka kemi pjesë të rëndësishme është kultura, jo e bukur. Kemi parë shumë raste ku familjet e të rinjt krijojnë jetën e tyre jashtë vendit duke tjetërsuar kulturën, gjuhën dhe traditat. Pra me këtë dua të them, nëse ne duam të shkatrojmë vendin, le të largohemi të gjithë. Nëse çdo kush zgjedh të largohet, si mund të shpresojmë që vendi ynë të përmirësohet? Mirë, dua t'ju falenderoj edhe një herë për pjesëmarrjen. Patyshim dua të falenderoj mësueset tuaj që kanë sjellë këtu, dua një duar tërkitje. Është për to çdo vit që vjen ridibeti është një sfidë më vete, të bëjmë bashkë të rinj që kanë dëshirë të debatojnë dhe kanë dëshirë që të përmirësojnë dhe të mësojnë sa më shumë. Kështu që e vlerësoj shumë angazhimin e tyre. Nga ana tjetër dua të falenderoj edhe American Corner, veçanërisht Alkidën, e cila na mirëpret si çdo vit në ambientet kaq të bukura që ka biblioteka e qytetit Vlorës përmes edhe mbështetjes së American Corner, kështu që e vlerësoj shumë. Faleminderit për mikpritjen. Tani do t'i japim pak kohë jurisë që të bëj vlerësimin edhe pas pak të mësojmë edhe pikët që secila skuadër ka akumuluar.
Jemi gati tani. Juria padyshim që do të bëj disa komenta apo edhe këshilla sugjerime. Këto vlen nëse ju do të kaloni në fazën tjetër. E thash edhe pak më përpara, nuk do të kemi të eliminuar në këtë fazë, do të kemi thjesht një pikëzim. Kështu që ndihuni të lumtur, të vazhdoni përgatitjet tuaja, por jo për ne më shumë se sa për rritjen tuaj personale, që do të thotë zhvillimi i mendimit kritik vazhdon, nuk mbetet me ridibet, po kujdes që jemi dhe vitin tjetër apo jo. Mirë, fjala për ju Juri. Atëherë përshëndetje, si fillim ju uroj suksese të dy shkollave. Ishte një debat i këndshëm, respektuoni të njëri tjetrin dhe kjo është gjëja më e rëndësishme. Pavarësisht se do t'ju japim edhe disa këshilla, domethënë edhe kritika edhe këshilla për t'i përmirësuar ju në të ardhmen. E nis me debatin në grup, respektoni të njëri tjetrin, gjëja që më bëri përshtypje ndryshe nga domethënë diskutimet e mëparshme, por edhe në vitet e mëparshme, respektoni të njëri tjetrin, kishit atë pjesën e empatisë, shikoni njëri tjetrin në sy. Kjo është për t'u përgëzuar nga të dy shkollat, por të filloj pak edhe me kritika. Të dy skuadrat, po pra flas gjithmonë për debatin në grup, ishit pak në përsëritje. Domethënë në qoftë se dikush foli për po flas për rritjen ekonomike, ishte përsëritja e rritjes ekonomike në 3-4 pika kryesore, ose dikush tjetër për korrupsionin, po pra përsëriteshe korrupsioni. Nuk është gjë e gabuar, patjetër që është gjë e mirë, por argumenta sa më shumë të reja ndihmon më tepër pjesën e debatit. Ti kthehem tani, gjithsesi ishit goxha eloquent në të folur dhe kjo është gjë shumë e mirë. Të ndalem pak edhe tek debati i liderave, ju pushtoi emocioni. Një ndër pikat kryesore të debatit ishte që nuk duhet keni emocione, domethënë duhet përballoni të mirë ato anën tuaj të brendshme, edhe pse kishit le të themi argumenta logjik, por mungonin pjesa faktike, domethënë pjesa e dëshmive. Nuk i kishit, por ishte pyetje retorike, ju përgëzoj edhe zyshat në këtë rast, urime për përgatitjen e nxënësve. Ju uroj shumë suksese, kështu që vazhdoni, jeni shumë mirë. Mirë. Unë nuk do zgjatem shumë se nuk dua të përsëris kolegen parafolse, por nuk doja të ndalesha pa ju dhënë dy këshilla shumë të rëndësishme. Në një debat të shumë e rëndësishme të shihni njëri tjetrin në sy. Keni qenë gjatë gjithë kohës, si gjithë grupi, duke parë letrat tuaja dhe çfarë kishit përgatitur. Unë e kuptoj që ndonjëherë nuk është e thjeshtë të flasësh në publik, por kjo ju shërben ju për t'u aftësuar akoma më shumë, për të përballuar fazat e tjera që mund të vinë nga debati. Dhe mbi të gjitha për t'u aftësuar në nivel punësimi dhe për t'u aftësuar në nivel shkollimi. Është shumë e rëndësishme të keni mundësinë të shihni kolegun në sy, sepse e bëni akoma më bindës argumentin që ju sillni. Është shumë e thjeshtë të lexosh një letër, por është shumë e vështirë ta përmbledhësh atë çfarë ti ke shkruar dhe ta thuash me fjalët e tua. Ajo që do doja dhe që ta keni si synim për fazën tjetër, është pikërisht kjo, të punoni akoma më shumë me të folurin në publik, ju ndihmon shumë dhe ju jep akoma një shtys më përpara dhe një pikëzim më të lartë në nivel grupi dhe në nivel lideri. Ju uroj shumë suksese për punën që keni bërë dhe tani dhe punoni akoma më shumë. Mirë, unë nuk po zgjatem më. Po kaloj te pikët direkt. Përgëzime për realizimin e debatit, në fakt mua më pëlqeu. Edhe po them dhe dy fjalë me që kjo që thanë kolegët e mia, shoqet e mia për pjesën e leximit është shumë e vërtet. Në fakt bëheni si stërvitje me veten tuaj që në debatin e ardhshëm të shënoni vetëm pikat kryesore dhe pastaj në bazë pikave të kryesore ju ta thoni vetë atë çka keni shkruar, se në fakt ju vetë shkruat atë në letër, nuk është se e lexuat diku, pavarësisht se mund të jetë i mësuar përmendesh. Edhe kjo është prapë një gjë që duhet ta përmirësoni te vetja dhe dallimi u pa nga debati i parë te debati i dytë. Pra në debatin e parë ju e kishit temën, kishit përgatitur për temën, në debatin e dytë që ishte spontane, sigurisht u pa edhe një lloj diferencë nga sigurisht që është një temë spontane, ti do t'i përgatisësh argumentat aty, do të ndihmoj ekipi, por që mendimi kritik, logjika, pra mjafton të bazohemi te 2-3 pika që kanë një rrjedhë logjike, edhe pastaj ta ndërtojmë vetë argumentin. Megjithatë më pëlqeu debati i parë, ç'është e vërteta, sepse kishte kthim përgjigje, pra nuk është se ishte pa linjë logjike. Nëse Alidemi që kishte qëndrimin pro,
sillte një argument me njëherë nga shkolla Spiro Gjiknuri, kishte një kundërpërgjigje, edhe nëse ndoshta ti se kishe përgatit fare atë si argument. Pra më pëlqeu si debat. Tani të kalojmë te pikët, diferenca është e vogël, siç e tha dhe Niku, jemi në fazën e sistemit pikëzimit, kështu që do ndjekim renditjen e gjithë shkollave në gjithë Shqipërinë dhe të shpresojmë që të jemi në fazën tjetër. Gjimnazia Lidemi Vlorë ka grumbulluar 185 pikë, Eduard Okitje. Dhe Gjimnazi Spiro Gjiknuri nga Gjimnazi i Marës 190 pikë. Eduard Okitje. Shumë suksese. Mirë, ky ishte edhe rezultati. Është të kohë që të përsëritemi, nuk i dihet do shihemi apo jo në fazën tjetër. Unë uroj që po. Viti i kaluar ka treguar që edhe me këtë nivel pikësh ka pasur skuadra të kualifikuara, kështu që nuk i dihet se si do jenë debatet më tej. Neve nga Vlora do të vijojmë tani debatet në Gjirokase, do të shkojmë deri në Pogradec. Kështu që të kemi edhe debate të tjera për zbuluar dhe pikë të tjera për të parë. Kështu që shumë faleminderit edhe një herë. Sukseset më tejshme.